Partia Demokratike ka depozituar në kuvend kërkesën për shkarkimin nga detyra të presidentit të Republikës Bajram Begaj. Kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi akuzon kreun e shtetit për një sër shkeljesh të rënda të kushtetutës. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka futur në ngërç kushtetues zgjedhjet e pjeshme për Bashkinë e Tiranës, ka shfaqur mungesë pa anësie, integriteti dhe pavarësie, duke u nënshtruar autoritetit kryeministrit, ka ndërhyrë në mënyrë të drejtë për drejtë në autonominë kushtetuese të qeverisjes vendore dhe sfundmi ka uzurpuar kompetencat e gjykatës kushtetuese. Partia Demokratike ka ngritur dhe një tjetër akuzë ndaj presidentit Begaj, që lidhet me konfliktin e interesit dhe etikën institucionale. Ka krijuar një gjendje permanente konflikti interesi që cënon konkurencën e lirë në treg, duke i dhënë përfitimet e të gjitha prokurimeve publike të institucionit të presidentit e Republikës në fushën përkatëse kompanisë private ku është punësuar, i dyshuar në mënyrë fiktive dhe të dhëna ndodhen në kërkesë djali i tij pas emërimit të zotit Begaj si president i Republikës së Shqipërisë. Presidenti jo, ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinik private mjekësore. Ndërsa Partia Socialiste, përmes kreut të grupit parlamentar Tauland Balla, deklaron se presidenti nuk ka kryer asnjë shkelje të kushtetutës. Misionet posaçme, i pari për reformën zgjedhore.